Toni dhe Klodi vazhdojnë gjithë ditën t'i rrinë pas Benitës, pothuajse pa i lënë asnjë hap të lirë. Që në mëngjes, sapo ajo del nga dhoma e gjumit për të pirë kafen e parë, ata të dy shfaqen menjëherë pas saj, duke u ulur pranë si të ishin rojet e saj personale. Benita përpiqet të bëjë rutinën e vet, por e ka të vështirë, sepse Toni dhe Klodi nuk i ndahen as për një moment në kuzhinë, ndërsa ajo përpiqet të përgatisë mëngjesin. Toni i afrohet duke i bërë pyetje të kota vetëm që të fillojë një bisedë, ndërsa Klodi ndërhyn me batuta që e bëjnë situatën edhe më të sikletshme për të. Ata të dy shkëmbejnë shikime dhe qeshin me njëri tjetrin. Duket sikur e kanë kthyer Benitën në misionin e ditës së tyre. Kur ajo përpiqet të dalë në obor për pak qetësi, Toni dhe Klodi shfaqen menjëherë pas derës, sikur po e ruajnë. Ata vazhdojnë ta ngacmojnë, duke i thënë gjëra të vogla ose duke i bërë pyetje të pafundme, ndërkohë që Benita vetëm buzëqesh me zor dhe mundohet të mos përfshihet në këtë lojë të tyre. Ajo qëndron e qetë, duke shmangur konfliktet, edhe pse shihet qartë se prania e tyre e vazhdueshme po e lodh. Në dhomën e ndenjes, situata bëhet edhe më e dukshme. Sapo Benita ulet për të pushuar pak, Toni dhe Klodi vinë menjëherë dhe ulen pranë saj, nga të dyja anët, sikur janë të vendosur të mos e lënë të marrë frymë. Edhe banorët e tjerë fillojnë ta vërejnë këtë sjellje të tyre dhe disa madje qeshin, sepse Toni dhe Klodi duken sikur e kanë kthyer Benitën në një lloj objektivi lojtarësh. Benita përpiqet të qëndrojë e sjellshme, por është e qartë se ajo nuk ka as dëshirë të flasë me ta, as durim për ngacmimet e tyre të pafundme. Ajo thjesht zgjedh të mos reagojë shumë, sepse nuk don të krijojë situata të panevojshme, por Toni dhe Klodi vazhdojnë, sikur janë të vendosur të mos heqin dorë. Ata e ndjekin në çdo vend ku shkon, duke e kthyer çdo moment të ditës së saj në një situatë ku ata janë gjithmonë pas, duke e ngacmuar, duke i folur dhe duke i prishur qetësinë.